Arreshtit e dendura të 24 orëve të fundit kanë nxjerrë nga shtrati lumin Seman. Rreth 190 hektar tokë të mbjella brenda argjinaturës janë përmbytur. Toka të mbjella me grur, foragjer, pemtari dhe sera janë në pushtetin e ujit. Banorët në të gjithë gjatësinë e Semanit nga Gurza deri në Imsht shprehen se janë mbytur sa herë del lumi dhe prodhimi i tyre ikën dëm. Asnjë dëm shpërblim për këto katastrofa nuk kanë marrë fermerët nga shteti. Ora shiko poshtë çfarë bën. Nga lakështia. Vajti uti këtu, vajti uti këtu. Shtallët po në uti, çfarë hudi? Kjo si bërë, kjo si shkoj që komplet. Gjithë e mall. Dhe thonë ta bëjnë për popull, janë tek e mall. Ta tallin bëthën tërë. Dhe na mbyti banja, nuk na mbyti lumi. Çon banjën. Dhe çaj ish lart banjës dhe komplet 56 hesat janë nga srapari. Na mbysin vetë qëllimisht se nuk e duan të popull, se po ta donin, vinë dhe shikojnë popullin çfarë bën. Ka ardhur njëri të shikojë dëmësh? Tu, vinë të i tallen. Vinë tallen, nuk bën asgjë. Në gjithë botën i për çfarë bën grek, unë kam qenë në Greqi. Unë kam qenë kam çuar historin, as patent as gjë, shojmë të për grek atje, dhe ikëm. Ne jemi popull gjumë. Tu i popull gjumë, ja malli tek e. Çfarë do më di? Do tjetër më. Dhe s'jam vetëm unë. Dhe qa thonë që gjoj kjo tokë që nga e pa dhenë me 7501. Ua kam tokën e gruas. Është dhenë me ligjin 7501. Mbytur, shumë. Kemi elbe grur. Mas njëri nuk merë, kanalet pastrar. Kam mbytur vetëm bari, vetëm qa nuk kam birë në për. Atëherë kohët pastroshin, tani se ka meneri për punë. E kanë menën vetëm për të pasërur për vete. Jeni mbytur, a u kanë në dëm shpërbyer për këto? Jo, asnjëherë. Asnjëherë fare. Vetëm vijnë kështu, pyesin kështu dhe asnjë dëm shpërblim s'na kanë. Shiu i saqëm që ka rënë, do shtojnë gati 30-40%. Plantacionet, mbjellat, gjithat përmbytura? Përmbytura po të gjitha. Radhën parë më prish gruri mua aty, 42 grur. Janë gjatë ullinde, mandarinate. Po agrumet dhe ullinda, a kanë problem në këtë situatë? Qyshe nuk kanë në situatë. Aja është me ujë, ato rrezën e imë atyre i prishin i kjelben. Ka ardhur njëri t'ju shikojë, t'ju pyesi për dëmet? As, nuk kujtohet një fare iq. Prezencë uji ka edhe nëpër kanalet në fshatra, por që nuk përbëjnë rrezik për mbytje të banesave për momentin.